vizita të rralla të kësaj natyre. Do të vitin e kaluar ka pasur më shumë, ishte zonja Kallas, ishte ministri, ishte sekretari i punëve të jashtme të Britanisë, ishte sekretari i NATO-s, do thotë kemi pasur vizita të kësaj natyre më shumë, ndërkohë këtë vit po është vërtet janë rralluar vizitat të zyrtarëve të lartë perëndimor në Kosovë, po tash mesazhet rredo nuk mund të shoh shkëputura nga, do thotë në përgjithësi nga fjalori politik që kanë aplikuar shumica e diplomatëve perëndimor, do thotë nga kërkesat e Bashkimit Evropian që pa ekuivoke Kosovës i bëhet thirrje që e njëjta ka për obligim dhe ka për detyrim të dëshmoj veten që po lëviz në drejtim të zbatimit të detyrimeve që ka marrë në procesin e dialogut në Bruksel. Së bashku me Serbinë në mënyrë që e njëjta të lëvizet në drejtim sa i përket agjendës evropiane, do thotë për aktualisht do thotë brenda këtyre parametrave që jemi, do thotë kjo agjendë e Kosovës është e mbyllur realisht, po shihet qartë për shkak të këtyre detyrimeve, për shkak të mungesës sipas vlerësimit të tyre të progresit nga ana e Kosovës në raport me zbatimin e tyre. Tash, ndëgjarit kjo ndodhe një kontekst interesant politik, apo kupton, do thotë që megjithatë e transmeton një lloj mesazhi të qasjes asimetrike që ka vazhdon të ketë ende Bashkimi Evropian në raport me dy palët e involvuara në proces, si për Kosovën ashtu edhe me Serbinë. Me Serbinë po tregon më të butë. Po tregon më të butë për shkak se Kosovës më të pa kompromis. Më të pa kompromis për shkak sepse më çertuos. Do thotë një kam përcjell, do thotë disa prej dinamikave politike që kanë ndodhur kohën e fundit në institucionet kryesore të BE-s dhe siç e kemi diskutuar edhe javën e kaluar. Do për mund ka qenë kogja sfiduese dhe befasuese që Franca dhe Gjermania do thot pa asnjë hezitim luftuan me të madhe që serbistë i hapen kapitujt e ri të për antarësim në Bashkimin Evropian së bashku me Shqipërinë dhe me Malin e Zidit. Tash ka nuk kuptoj që ka ministre që do të dëshironte pastrimet etnik të Kosovës. Rikthimin e pastrimit etnik. Çfarë tregon kjo? Deklaratë dhe jo vetëm ajo, po hiç më larg se dje, do thotë, hiç më larg se dje. Nuk mund ta trajtojmë ne këto me një indiferencë, apo do të sepse nuk po e thot një zyrtar i thjesht, hiç më larg se dje presidenti Vučić do thotë para kadetëve ushtarak mbajti një fjalim ku ju referua edhe herë të drejtës hyjnore që Zoti u ka caktuar këtë drejtë që ta mbrojnë Kosovën me çdo kusht, do thotë sepse fjalimi ju mbajt para trupave ushtarake, do thotë, dhe janë trupat ushtarake ato që kryejnë shkaktuan hegemoni dhe gjenocid në Jugosllavi përfshir Kosovën. Këtë tim edhe s'pat asnjë lloj reagimi përsëri, s'pas një lloj dhe ajo gjuhë politike bie në kundërshtim me vlerat e Bashkimit Evropian dhe me zotimet e Bashkimit. Edhe me zotimet e Serbisë që i ka me zotimet që i ka marrë në marrëveshjen bazike si të Brukselit ashtu edhe të Ohrit, sepse si do ta rimarr Kosovën, pas me forcë ndërkohë njëjta është zotuar si para Gjermanisë ashtu edhe para Francës, në fund para Brukselit kërë është kodifikuar që tash e tutje mosmarrëveshje që i ka me palën kosovare. Po mbyllin syt dhe veshët edhe Gjermania dhe Franca, se pakon në publik ka solli. Në publik, unë gjithmonë i referoj. Po tolerojnë Serbinë që të gravitoj me këtë fjalor fashist për ta minu paqen dhe stabilitetin. Dhe Kosovën e çertojnë. Unë nuk mund të jem rahat, për shembull, nuk mund të jem rahat, do thotë ta marr vetëm si një deklaratë koti atë kur e thot presidenti i Serbisë, sepse nuk është deklaratë ndonjë analistit të parëndësishëm, ndonjë zyrtari pa ndonjë peshë politike. Para ushtrisë thotë. E thot para ushtrisë, do thotë një fjalim do thotë kështu, mban një fjalim kogja me mitologji, kogja që është i bazuar në mitologjinë hyjnore të drejtës serbe mbi Kosovën. Kishës ortodokse dhe do thotë nuk patëm asnjë lloj reagimi, ndërkohë njëjtën ditë, paralelisht njëjtën ditë do thotë Kosovës i bëhet e ditur që rruga e saj drejt integrimit evropian kalon nga zbatimi i këtyre detyrimeve, kur në të njëjtën ditë do thotë në mënyrë verbale do thotë Serbia i dhënonte obligimet që i ka në raport me këto detyrime, sepse ajo transmetoi mesazhin që nëse është nevoja edhe me ushtri do ta realizoj këtë drejtë të saj hyjnore, e cila bie në kundërshtim flagrant me zotimet e saj në marrëveshjen. Çka flet kjo Kazolli? Po ta ndëgjoni tash kjo për shkak. Si mund ta lexojmë tash? Ndëgjoni, të kanë ndodhur dy zhvillime interesante. Disa kryeministra u rrëzuan për shkak të dialogut, për shkak të konstruktivitetit, nëse mund ta them ashtu, ambicës që kishte legjitime dhe që ka Kosova për të bërë pjesë
se integrime evropiane. Dëgjoj, tash këtu ka ndodhur javën e fundit, 2 javë të fundit që më kanë nxitur të reflektoj, do thotë mbi disa prej dinamikave gjeopolitike ka ndodhur 2 zhvillime interesante. Do thotë e para është kjo nënshkrimi i partneriteti strategjik ndërmjet Serbisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Serbisë nuk i është kërkuar asgjë sa i përket detyrimeve të saj në raport me Kosovën. Kanë mjaftuar vetëm politikat e saj të diversifikimit energjetik. Do thotë diversifikimi energjetik, krijimi i qasjes, Ka mjaftuar një po për gazin e lëngshëm amerikan. Ka mjaftuar një po për gazin e lëngshëm amerikan dhe kjo ka ndikuar, do thotë që Serbisë t'i hapet dera për këtë marrëveshje kontraktuale bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, po të njëjtën ditë, mos ta harrojmë faktin, po të njëjtën ditë Kosovës i vijnë sinjale nga departamenti i shtetit që ky dialog, i cili u pezullua, mund të rifilloj vetëm atëherë kur Kosova të dëshmoj para partnerëve ndërkombëtar, me theks të veçantë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se është e gatshme të përfillë shqetësimet e tyre sa i përket trajtimit të komunitetit serb në pjesën veriore. Shkurt e shqip për ta thënë, shkurt e shqip, sepse kjo është një gjuhë pak më diplomatike, shkurt e shqip do thotë të dëshmoj se ka filluar zbatimin e detyrimeve të saj në raport me Kosovën. Një pyetje, a do duhet ja bëjë edhe Kosova dhe këta udhëheqës vetes së tyre? Duhet ja bëjnë. Kjo është problemi, se si pse Vučić po shihet si konstruktiv e ne po shihemi si faktor destruktiv. Unë këtu e shoh do thotë këtë zbutje të qëndrimeve ndërkombëtare, këtë zbutje në raport me Serbinë e shoh, sepse shpesh herë është thënë që interesi i perëndimit është Serbinë ta shkput nga orbita ndikimit rus. Nga ndikimi rus. Në fakt ne po e shohim tash një lloj rivaliteti, një lloj përpjekje ndërmjet vendeve kryesore të BE-s dhe SBA-ve, të cilat ta kenë Serbinë më afër. Do të në gjirin e saj. Për shkak të, sepse ne e dimë për shkak të politikave energjetike, ne e dimë prej luftës në Ukrainë. Tash lufta në Iran ka dëshmuar që energjia është faktori kryesor. Është vendosur thu. Është vendosur. Betejë. Rusia me Amerikën dhe BE-n, tash ka midis Amerikës dhe BE-s. Ka midis disa vendeve, jo gjithë vendeve të BE-s, por midis Gjermanisë. Këto janë shtetet kryesore, do thotë se dhe në të njëjtën kohë, pas nënshkrimit të këtij memorandumi, në të njëjtën kohë do thotë këto dy vende po ashtu këto dy vende nuk e specifikuan detyrimin e Serbisë në raport me obligimet që i ka ndaj Kosovës, ashtu si SBA-ja e nënshkroi partneriteti strategjik pa e specifikuar këto detyrime, njëjtat vepruan në këtë mënyrë duke i kriju kogja një farë lloj lehtësime. Në rregull, për Kosovën, për udhëheqësit tonë, çka nuk po shkon në rregull sipas jush? Dëgjoni. Nuk po lexojnë situatën në rregull apo ndodhen figurativisht në sandviç të kësaj betejë midis Francës dhe Gjermanisë dhe Amerikës në anën tjetër për interesat? Unë mendoj që edhe nuk po e lexojnë si duhet situatën politike, për shkak nuk po e lexojnë dinamikat. E para gjithmonë kam insistuar dhe kam thënë që kjo situatë në shikim të pakëndshëm që krijon përshtypje për një lloj përkthjelje të Serbisë, nuk duhet të përkthehet nga ana e Kosovës, nuk duhet që politika në Kosovë ta shfrytëzoj për qëllime të brendshme elektorale, ta glorifikoj mitin e kalorësve të vetëm të virtyteve globale ku veç ne po i qëndrojmë besnik parimeve demokratike, sepse edhe vendet perëndimore në fund për hir të interesave të tyre transaksionale ekonomike po bëjnë marrëveshje të kësaj natyre. Kjo do të ishte shumë e dëmshme. Për mbledh thas, çka nuk shkoi mirë me ne në politikën e jashtme që Kosova të shihet si një, po them, demon ashtu, figurativisht, i cënimit të paqes dhe stabilitetit ka solli. E kjo Serbi që mban fjalën presidenti fashist i saj para ushtrisë, se drejta e saj hyjnore është kthimi në Kosovë, qysh u ka lënë amanet Zotit me ato postulatet e kishës së Nëse shohim me vëmendje politikën e jashtme të Kosovës, viteve të fundit ajo thuaj se ka qenë jo funksionale. Më tepër ka pas rivalitet, sidomos vitet e fundit, më tepër ka pas rivalitet ndërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe president dhe institucionit të presidentit, se sa ka pas një mobilizim të përbashkët për t'i adresuar këto sfidat përbashkët. Kosova kemi pas konfliktet natyrës, ne e dim çfarë kemi pas, tash mos i përmendim, kanë qenë qesharake, konflikte edhe publike ku
janë konfrontuar njëra me tjetrën edhe me sekuencat këngëve të ndryshme tash ndërmjet presidentit dhe ish-ministrës së punëve të jashtme. Në këtë ditë ajo që e shohin një problem shumë të madh që nuk e ka lexuar drejt dhe qartë politika në Kosovë. Apo paguan Kosova çmimin e një konfrontimi. Absolutisht, është pajtuar një konfrontimi heroik sovranizëm që mund ta them. Kosova është pajtuar me aleatë ndërkombëtar. Ndëgjoj, Kosova realisht është pajtuar që ta lidh fatin e saj, ashtu sikur Serbia është pajtuar që ta lidh fatin e saj të integrimeve evropiane me detyrimet që dalin nga këto obligime, nga Brukseli dhe Urdhën. Këtë drejtim kërkesa e përfaqësuesve, kërkesa e diplomatëve perëndimor, nëse e marrim me shkputim prej kontekstit gjeopolitik pak, është korrekte, sepse ajo referohet pajtimit që ka bërë vetë pala kosovare në procesin e negociatave në Bruksel dhe në Orë. Pika e fundit e aneksit të Orit tekstualisht e thotë që dy vendet e kanë lidhur fatin e tyre evropian, me zbatimin e këtyre detyrimeve. Dhe në këtë kuptim do thotë edhe kërkesa e ministrit francez është korrekte. Është korrekte sepse i thotë Kosovës ja ku është e brenda shkruar, ajo të cilën ju jeni pajtuar. Pala kosovare ka insistuar që kjo marrëveshje nuk është valide për aq kohë sa nuk është e nënshkruar nga Serbia, konkretisht nga presidenti Aleksandar Vučić. Mirë po shihet që as ky insistim i palës kosovare nuk po gjen përkraje dhe nuk po gjen mirëkuptim në diplomacinë perëndimore. Çka nuk shkoi mirë për mbledhas me neve në këtë? Unë mendoj ajo që këto vite që ne sot të shihemi si faktor që po ndëgjoj unë ajo që konsideroj është e mundur kjo të ndodhë. Ka shumë faktor, do thotë ka shumë arsye, mirë po. Ftoftas ndoshta duhet ta analizojmë ajo që unë shoh do thotë si problem kryesor, do thotë është një e para ka psuar goditje. Do të një pretendim ndër vite që e ka pasur pikërisht edhe kjo qeveri, sepse kjo qeveri deri sa ka qenë në opozitë ka akuzuar do thotë leadershipin politik të vendit se të njëjtit do thotë kanë ngjesje në procesin apo kanë bërë shime të pakapërditshme në procesin e dialogut për shkak të shantazheve dhe korrupsionit që të cilët e kanë pasur. Dhe kur do thotë vjen në pushtet lëvizja vetvendosje, kur vjen në pushtet Albin Kurti, mjafton pastërtia e tij, do thotë virtytet e tij politike, morale, siç ka në qendris në marrëdhënie ndërkombëtare. Se do të shndris marrëdhëniet, mjafton virtytet e tij politike që pretendon se i gëzon, dhe atëherë me prezencën e tij në sallonet e diplomacisë perëndimore do të shkëlqej, do t'i mahnis diplomatët perëndimor dhe në fund të njëjtit do të ndërgjetësohen, dhe në fund të njëjtit do të ndërgjetësohen për gabimet që kanë bërë në të kaluarën dhe ta kthejnë orën e historisë. Ka ndodhur absolutisht, zhvillimet e fundit tregojnë që ta iluminoj perëndimin. Ta iluminoj dhe zhvillimet e fundit kanë treguar që absolutisht jo vetëm që nuk ka korrigjim të kësaj trajektore dhe të këtij dimensioni asimetrik të trajtimit të dialogut, por përkundrazi tashmë aktualisht ky ka ardhur duke u përkesuar, përmenda zhvillimet dhe madje tash edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian janë pajtuar do thotë që të aranjojnë marrëdhënie specifike me Serbinë, ndonse sa i përket rastit të BE-s dështoi kjo, por dështoi për arsye të Kroacisë dhe disa vendeve të vogla. Që nuk votuan për hapjen e kapitëlit. Që nuk votuan sepse ne e dim si është vendimarrja në BE, duhet konsensusi i gjitha shteteve, konsensusi i plotit të gjitha shteteve, por ne tash po na intereson vetëm qëndrimi i këtyre shteteve kyçe të këtij entiteti që janë edhe garantues të normalizimit të raporteve ndërmjet